Përshëndetje nga edicioni i orës 19:30 në ITV Canada. Unë jam Jon Çejku. Kanadaja sot ndëroi të rënët dhe të mbjetuarit e luftrave, teksa shënon një Remembrance Day të veçantë plot për vjetor historik. Kjo ditë për kujtimi shënon 8 dekada që nga përfundimi i luftës së dytë botërore dhe 25 vjet që nga vendosja në varr e ushtarit të panjohur të Kanadas, një luftëtar i luftës së parë botërore, i cili mbetet i pa identifikuar. Varri i ushtarit të panjohur në Ottawa nderon më shumë se 118.000 kanadez që sakrifikuan jetën në shërbim të vendit të tyre. Veterans Affairs Canada vlerëson se deri këtë vit ka 3.691 veteran kanadez që kanë mbjetuar nga lufta e dytë botërore, 667 gra dhe 3.024 burra. Kryeministri Mark Carney dhe bashkëshortja e tij, Diana Fox Carney, vendosën një kuror në Memorialin Kombëtar të Luftës në Ottawa, ndërsa kori i fëmijëve të Ottawa këndon In Flanders Fields. Kryeministri i Britanisë Kolumbie, David Abbey, tha se njerëzit në të gjithë provincën qëndrojnë pranë veteranëve, marinarëve dhe antarëve të forcave të armatosura për të reflektuar mbi koston e tmerrshme të luftës. Në Queen's Park në Toronto, ka det të rinj vendosur kurora pranë memorialit të veteranëve të Ontarios përpara 10 veteranëve, familjarëve të tyre dhe pjesëmarrësve të tjerë. Toronto është përballur me rreshje të pazakonta bore që në fillim të nëntorit, duke thyer rekorde të vjetra meteorologjike. Rreshjet e hershme të borës në fillim të nëntorit në Toronto kanë thyer rekorde të motit qysh prej dekadash. Environment Canada njoftoi se 9.8 cm bor ranë në Toronto në 9 nëntor, me rreshje shtesë të vërejtura në orët e para të së hënës. Studia shënoi totalin më të madh të rreshjeve të borës të rëna në 2 ditët e para të dimrit, qysh prej 21 dhe 22 tetorit 1981, kur ranë 6 cm, si dhe ditën më të bardhë të 9 nëntorit në 54 vitet e fundit. Sasia më e madhe e borës regjistruar në qytet në 9 nëntor të viteve të kaluara ka qenë në vitin 1971, kur ra 1.5 cm dëbor. Rreshjet prekën shumë zona dhe në Hamilton u regjistruan 17 cm dëbor, sasia më e lartë në Greater Toronto Area dhe Hamilton gjatë këtij episodi. Në Ottawa ranë në 12 cm dëbor. Herën e fundit që Toronto pa dëbor kaq herët në sezon ishte në vitin 2018, ku 1 cm dëbor ra në 9 nëntor. Qyteti i Torontos njoftoi se të shtunën në mbrëmje kishte hedhur krip në rrugë me prioritet të lartë për të parandaluar ngrirjen. Të dielën operacionet e kriposjes vazhduan paralelisht me pastrimin e trotuareve. Ndërkohë policia provinciale e Ontarios njoftoi se tashmë është përgjigjur mbi 200 aksidenteve si pasojë e dëborës dhe kushteve të akullit në rrugë. Qeveria federale do të shpallë këtë javë një grup të ri projektesh të mëdha që do të marrin miratim të përshpejtuar, si pjesë e planit për të nxitur ekonominë përballë tarifave amerikane. Qeveria federale do të zbulojë këtë javë projekte të mëdha që do të marrin miratim të përshpejtuar, tha kryeministri Mark Carney, ndërsa Kanadaja po përpiqet të nxjisë aktivitetin ekonomik mes përplasjes së vazhdueshme mbi tarifat me SBA-n. Carney tha se lista do të shpallet në Prince Rupert, British Columbia, të njëjtën. Projekti i gazit natyror të lëngshëm, i propozuar nga komunitetet indigjene pranë këtij qyteti, u miratua nga Ottawa në shtator. Qeveria miratoi 5 projekte në shtator, përfshirë një zërim të madh të LNG-s në British Columbia, një projekt të reaktorit modular të vogël në Ontario, zërimin e portit në Montreal dhe miniera të reja bakri në Perëndim. Carney tha se grupi i projekteve që do të shpallen të njëjtën nuk do të jetë i fundit. Ai tha se mandati i zyrës së projekteve të mëdha do të jetë një listë gjallë dhe projektet e reja do të shtohen rregullisht, ndërsa Ottawa synon të nxjisë zhvillimin ekonomik duke hequr barrierat burokratike dhe duke përjashtuar disa projekte nga kërkesat rregullatore. Buxheti i Carneyt, publikuar javën e kaluar, përfshin rreth $214 milion për 5 vitet e ardhshme, plus edhe rreth $10 milion për punën e konsultimit me indigjenët. Kanadaja humbi statusin e vendit me fruthin e eliminuar për shkak të një shpërthimi që zgjati mbi një vit, i nxitur kryesisht nga normat e ulta të vaksinimit në disa komunitete. Kanadaja është hequr nga lista e vendeve ku statusi është eliminuar, pasi dështoi të ndërpres transmetimin brenda një viti nga një shpërthim që vazhdon të përhapet në përpjesë të vendit. Agjencia e Shëndetit Publik të Kanadas tha të hënën se ishte njoftuar nga Organizata Pan-Amerikane e Shëndetësisë, një degë rajonale e Organizatës Botërore të Shëndetësisë,
që Kanadaja humbi përsaktimin e saj, një arritje që ajo e mbajti për 27 vite. Shpërtimi i fruthit në Kanada filloi tetorin e kaluar në New Brunswick, pasi një udhëtar nga Tajlanda pa dieni infektoi të ftuarit në një dasëm në Florenceville. Virusi pastaj u përhap shpejt midis provincave, duke regjistruar më shumë se 5100 raste gjatë vitit të kaluar. Ontario dhe Alberta u goditën më rënd. Rasti i parë i fruthit në Kanada u regjistruar në 27 tetor vitin e kaluar. Kanadaja do të duhet të frenonte transmetimin brenda 12 muajve për të ruajtur statusin e saj, pavarësisht të përpjekjeve të shtuara nga zyrtarët e shëndetit publik. Ishte e qartë për ta, nga fillimi i tetorit, se vetëm një mrekulli do ta kishte bërë atë të mundur. Transmetimi është ngadalësuar ndjeshëm, por raste sporadike vazhdojnë të shfaqen në provinca si Alberta, Manitoba dhe British Columbia. Pas miratimit të ligjit të ri për pagesat e mjekëve në Quebec, qindra mjek po kërkojnë të licencohen në Ontario, duke nxitur shqetësime për largimin e tyre nga sistemi shëndetësor i provincës. Më shumë se 250 mjekë nga Quebec kanë aplikuar për të marrë licencë pune në Ontario. Sipas kolegjit të mjekëve dhe kirurgëve të Ontarios, kjo rritje e madhe e aplikimeve ka ndodhur pas miratimit në 25 tetor të një projekt ligji kontrovers në Quebec që reformon pagesat e mjekëve. Sipas të dhënave, brenda pak më shumë se 2 javësh, numri i aplikantëve është rritur me mbi 13 herë krahasuar me vetëm 19 aplikime që ishin paraqitur nga 1 qershori deri në 22 tetor. Deri të hënën në mëngjes, 263 mjek nga Quebec kishin aplikuar për licencim në Ontario që nga 23 tetori, ndërsa 35 prej tyre kishin marrë tashmë certifikatat e punës. Në njoftim u bë e ditur se më shumë se gjysmë e aplikantëve janë mjek familjar, ndërsa pjesa tjetër u përket specialiteteve të ndryshme si pediatria, radiologjia, anesteziologjia dhe fusha të tjera mjekësore. Projektligji i Quebec, i njohur si Bill 2, i cili pritet të hyjë në fuqi në fillim të vitit të ardhshëm, lidh pagesën e mjekëve me objektivat e performancës për numrin e pacientëve që ata ndjekin. Po ashtu parashikon gjoba deri në $500,000 në ditë për mjekët që ndërmarrin veprim të koordinuar për të kundërshtuar politikat e qeverisë. Mjekët nuk kanë dhënë arsye të drejtë për drejtë për aplikimet e tyre dhe se jo të gjitha kërkesat do pranohen, pasi disa mund të tërhiqen ose të anulohen gjatë të procesit. Një 100 vjet më parë u krijua Banka Kombëtare e Shqipërisë, ndërsa godina që shohim pas nesh, Banka e Shtetit Shqiptar u përorua në vitin 1938. Me rastin e 100 vjetorit të krijimit, Banka e Shqipërisë organizoi një konferencë shkencore me temë Një shekull banking qendror, nga themelimi institucional dhe roli si ankore rajonale. Në shkurtin e vitit 1926, Banka Kombëtare e Shqipërisë i dha vendit monedhën e parë kombëtare shqiptare, frangën ar me nënfishat e tij, lek. Që për themelimit Banka Kombëtare e Shqipërisë adaptoi një sistem monetar të standardit të arit, i cili vepronte në mjaft vende në atë periudhë. Që nga shkurti i vitit 1946 e deri në fund të vitit 1990, Banka e Shtetit mbështeti procesin e zhvillimit të ekonomisë socialiste. Gjatë kësaj periudhe, në Shqipëri kanë vepruar një numër i kufizuar bankash. Me fillimin e viteve 90, ndrimi i sistemit politik në Shqipëri solli ndryshime thelbësore edhe për sistemin bankar. Tiparet kryesore të këtij ndryshimi ishin ndarja e funksioneve të Bankës Qendrore nga funksionet e bankave të nivelit të dytë, bankat tregtare, rritja e numrit të bankave, shtrirja e veprimtarisë së tyre të kreditit në disa degë të ekonomisë shqiptare, si dhe hyrja e kapitalit të huaj në tregun bankar. Me këtë rast, Banka e Shqipërisë organizoi një konferencë shkencore kushtuar 100 vjetorit të Bankës së Shqipërisë me temë Një shekull banking qendror, nga themelimi institucional te roli si ankor rajonale. Dosja hetimore e 21 janarit 2011 në Shqipëri ka hyrë në një fazë delikate, saqë prokuroria e posaçme ka vendosur të thërras ish kryeministrin Sali Berisha për të dëshmuar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është thirrur të premten e ardhshme në SPAK për të pyetur për çështjen e hapur tashmë në prokurorinë e posaçme, për sa i përket vrasjes së 4 protestuesve në 21 janar 2011. Këtë rrugë hapi ish ministri i Brendshëm Lulzim Basha, i cili gjithashtu u pyet për 21 janarin, ditën e premte, dhe duke këmbgulur në dëshminë e tij se ka zbatuar ligjin. Mbas ish funksionarit Basha i radhës për 21 janarin është ish kryeministri, i cili së fundmi në hyrjen e SPAK edhe ai këmbguli se është zbatuar ligji.
Kërkesa ndaj kryeministrit është që Sali Berisha të paraqitet të premte në orën 10. Kjo shkresë që mban datën 7 nëntor. Bëhet me dije se prokurori, cili po heton kallëzimin e familjes së Alex Nikës, thotë se për nevojat e hetimit me urdhrin e datës 3 nëntor 2025, urdhërohet thirrja e shtetasit Sali Berisha. Në shkresë përmendet se urdhërohet për të paraqitur me qëllim pyetjen e tij në cilësinë e personit që tregon rrethana të dobishme për hetimin, në lidhje me procedimin penal numër 138 të vitit 2024 dhe konkretisht mbi rrethanat e hetimit që kanë të bëjnë me ngjarjen e datës 21 janar 2011, ku mbetën të vrarë 4 protestuesit, Ziver Veizi, Ekuran Deda, Faik Myrtaj dhe Alex Nika. Berisha Basha dhe Andrea Prendi janë të kallëzuar nga familja Nika. Kuvendi në Shqipëri ka nisur diskutimin për reformën territoriale 2 vjet përpara zgjedhjeve të ardhshme lokale. Mbledhja e parë e komisionit të posaçëm u bojkotua nga Partia Demokratike. Komisioni i posaçëm parlamentar për reformën territoriale në Kuvendin e Shqipërisë ka zhvilluar seancën e parë të konstituimit duke nisur nga puna për ribërjen e hartës për bashkitë në të gjithë vendin. Në këtë mbledhje të parë në sy bojkoti që ndërmori Partia Demokratike, ku deputetët e saj nuk ishin të pranishëm, ndërkohë që 2 deputetët e tjerë të opozitës, Vangjel Dule i PBD-njës dhe Edmond Haxhinasto i Partisë së Lirisë, ishin të pranishëm. Partia Demokratike prej disa ditësh ka ndryshuar qëndrim ndaj kuvendit, ku javën e nisi me një bojkot që i bëri të gjitha komisioneve parlamentare, shkak ishte seanca e fundit në kuvend ku majoranca socialiste votoi pa debat ligjin për barazinë gjinore, që sipas demokratëve shkatërron rendin e familjes në vend. Sipas opozitës, 9 nga 10 seancat e fundit shumica i ka mbyllur para kohe, duke mos i dhënë asaj mundësinë që të bëjë debat. Për këtë qëllim, Partia Demokratike ka vendosur që të ngrejë një platformë përpara kryeministrisë, ku do mbajë të gjitha diskutimet që nuk i lejohen në seancat parlamentare, ndërsa po planifikon dhe nisjen e protestave kombëtare pas humbjes së zgjedhjeve të 11 majit. Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi vijojnë në Shqipëri përballjen me prokurorinë e posaçme dhe gjykatën kundër korrupsionit për të rrëzuar akuzat për shpërdorim detyre. Ish bashkëshortët Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi kanë vazhduar dhe sot përballjen e tyre në SPAK dhe GKK ndaj akuzave që ju janë bërë për shpërdorim detyre dhe pastrim parash. Avokati Ilir Metës, Kujtim Cakrani, braktisi seancën paraprake në GKK pasi kishte depozituar më herët një kërkesë për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka. Ai njoftoi se kjo kërkesë ishte bërë për shkak të informacioneve që kishin marrë se gjyqtarja po hetohej nga SPAK në lidhje me një dënim të mëparshëm në Greqi. Cakrani theksoi se përjashtimi i saj ishte i domosdoshëm për garantimin e një procesi të drejtë gjyqësor për klientin e tij. Ai u shpreh se kërkesa ishte relatuar gjatë të seancës dhe për këtë arsye, ata nuk mund të avijonin më tej procesin, ndërsa shtoi se prokurorët po paraqisnin dokumente të reja që i konsideronin prova shtesë. Nga ana tjetër, Monika Kryemadhi deklaroi se do të kërkonte kthimin e dosjes së saj dhe të Ilir Metës në SPAK. Ajo akuzoi prokurorinë se kishte shkelur procedurat pasi e kishte çuar çështjen në gjykatë, pa përfunduar hetimet, vetëm që sipas saj të shmangej lirimi i Metës nga paraburgimi. Kryemadhi shtoi se hetimet për ta kishin nisur për çështje të mëdha si minerat e Floririt, ndërtesat në Angli dhe SBA dhe shumë të mëdha parash në offshore, ndërsa aktualisht, sipas saj, gjithçka ishte reduktuar te çështja e heqjes së mitrës së saj në vitin 2019. Sarkozy lirohet nga burgu në pritje të apelimit për akuzat e financimit ilegal të fushatës dhe thotë se është i përqendruar në vërtetim të pafajësisë. Ish presidenti francez Nicolas Sarkozy u lirua nga burgu pasi gjykata e Parisit vendosi të hënën se ai mund të qëndrojë lirë deri në shqyrtimin e apelimit të dënimit të dhënën në shtator për komplot kriminal. Ai ishte dënuar për përfshirje në një skem financimi të fushatës së vitit 2007 me para të dyshuara nga Libia në këmbim të favoreve diplomatike. Gjatë një paraqitje me video, para gjykatës Sarkozy u shpreh se 20 ditët e kaluara në burg kishin qenë shumë të vështira për të. Prokurorët kërkuan që ai të lirohej nën kontroll gjyqësor dhe që të vendoseshin kufizime mbi personat me të cilët mund të kishte kontakt. Gjykata shpjegoi gjithashtu se ish presidenti francez i ndaloi çdo komunikim me personat e përfshirë në çështje, si dhe me ministrin aktual të drejtësisë së Francës, Gérald Darmanin, i cili kishte tërhequr vëmendjen publike për shkak se e vizitoi Sarkozyn në burg në tetor. Pas vendimit, Sarkozy u shpreh me një mesazh në rrjetet sociale se ndërsa rikthehej i lirë dhe pranë familjes,
ishte thellësisht mirënjohës për të gjithë ata që e kishin mbështetur dhe se besonte se e vërteta do triumfonte sepse jeta e mësonte këtë fakt. Ai shtoi se tashmë do përgatitej për apelim, duke theksuar se ligji ishte zbatuar dhe se gjithë energjia e tij ishte përqendruar në provimin e pafajësisë së tij, ndërsa mbetej vetëm të shkruajë fundi i kësaj historie. Senati Amerikan votoi për rihapjen e qeverisë federale pas një mbylljeje 41 ditore, duke i mundësuar punonjësve të rikthehen në punë dhe të marrin pagat e mbetura. Pas më shumë se 6 javësh bllokim, Senati i SBA-s ka votuar për të rihapur qeverinë federale duke i dhënë fund mbylljes 41 ditore që preku miliona punonjës publik. Republikanët siguruan 60 votat e nevojshme, ndërsa 8 të demokratë u bashkuan, duke argumentuar se vazhdimi i ngërçit po dëmtonte ekonominë dhe qytetarët. Seanca e cila zgjati rreth 10 orë u mbyll me duartrokitje në sallën gati të boshatisur. Senatorja republikane Susan Collins u vlerësua për rolin e saj në arritjen e kompromisit, ndërsa disa demokratë përfshirë Cory Booker dhe Jeff Merkley votuan kundër duke kritikuar qasjen e partisë së tyre në bisedime. Miratimi i Senatit pritet të sjellë lehtësim për miliona punonjës federal që do të rikthehen në punë dhe do të marrin pagesat e prapambetura. Rihapja e qeverisë pritet të sjellë lehtësim për punonjësit federal që do të rikthehen në detyrë dhe do të marrin pagat e prapambetura. Projekt ligji do të kalojë tani për votim në dhomën e përfaqësuesve. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka akuzuar Serbinë për rrëmbimin dhe plagosin e një qytetari kosovar dhe ka cilësuar ngjarjen si një provokim serioz që synon sigurinë dhe sovranitetin e Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani bëri të ditur se Milan Vukashinović, një serb me shtetësi kosovare që dyshohet se është plagosur dhe më pas është rrëmbyer nga xhandarmaria serbe brenda territorit të Kosovës, ndodhet në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Ai shpjegoi se ambasadori i Kosovës në Beograd, Jetish Jashari, kishte tentuar disa herë ta vizitonte të plagosurin në spital, por atij ishte ndaluar hyrje nga autoritetet spitalore serbe, duke ngritur shqetësime për mënyrën si po trajtohej rasti. Osmani poi se institucionet e Kosovës janë vazhdimisht në komunikim me familjarët e qytetarit plagosur, si dhe me dëshmitarët që kanë parë nga afër ngjarjen, në mënyrë që të mblidhen sa më shumë informacione të sakta mbi ato që kanë ndodhur. Ajo theksoi se veprimet e ndërmarra nga pala serbe përbën një akt të rëndë kriminal dhe një provokim të drejt për drejt ndaj Kosovës. Presidenti nënvizoi gjithashtu se është në kontakt të rregullt me shtetet e Quintit, duke informuar ato për situatën dhe duke kërkuar mbështetje në adresimin e këtij rasti. Sipas saj, fakti që incidenti ka ndodhur brenda territorit të Kosovës e bën ngjarjen edhe më shqetësuese pasi tregon shkelje të qartë të sovranitetit dhe tentim për destabilizim. Këto ishin lajmet e orës 19:30. Nga Union Çeku, natën e mirë.